Po shpresoj që ka me qenë shumë e mira, se numri ka qenë shumë i madh, interesimi shumë i madh, është një ngjarje pothuajse që ndodh një janë vjet, po unë po supozoj që ka më qenë shumë e mirëpritshme edhe ka pas connection për të ardhmen. Por afërsisht kanë qenë 5 dhe 6 këtë vit, një nga ato ka qenë sponsor N1, Nishi që ishte më herët aty. Mi po shpresoj në të ardhmen kemi me qenë deri diku 20 deri në 30 vit për vitin e ardhshëm. Në rrjetin e bizniseve ka shumë biznise, me thonë realisht. Na funksionomi në rrjetin e biznisit, kjo është platformë e biznisit prej 2016. Me kalimin e kohës kemi pas shumë biznise, se kemi ndame në shumë pjesë, kemi për shembull në hoteleri, në prodhim, në ndërtim edhe në pjesë tjera. Kështu që nuk mund të përcaktoj eksakti sa ka, mi po është një numër i madh. Që tash e pata një rast me një prodhues zvicran, shqiptar zvicran, për pasimin e ujit, që mu dok shumë interesant, se unë e mirem ashtu me biznis, i kam bizniset e mia dhe kam connection, lidhet që më bo. Kjo është një nga numër 1 i biznisit, apo me qenë është connection edhe panajiri. Si që dihet, çdo panajir vjetor i çdo biznisi, për shembull tamam me mobileve, bëhet një herë në vjet. Edhe gjithë bota shkon apo Evropa ka tamam Gjermania ka kënd vetëm për mobile, një herë në vjet. Edhe Anglia ka një herë në vjet në Birmingham, Franca ka në Paris, Milano në Itali, çdo shtet e ka. Na jemi të bëjmë një kopje tillë që më bë kjo e çdo vit me qenë, me pas raste dhe produkte që nuk kanë pas shans me deportu ndonjëherë jashtë, tash mundem me dalë mes neve. Lidhet e tona nuk janë vetëm këtu që përfundojnë zotë kontratet, po na marrim business karta apo kontakte që me kalimin e kohës gjatë vitit, kur dikun e dyut një produkt që është i prodhuar në Kosovë me kosto më të lirë se sa atje në perëndim, ata vetë që sot kemi këtu në prezencën tonë në Zvicran, Finlandës, ka edhe ndoshta edhe nga shtete tjera që nuk më të mërita mi po këta i marrin informata e këto informata të zbërthemi. Ndërsa gjatë kthimit tonë në rrjetet globale, si kemi në Britani, Francë, Gjermani, Austri, Australia, Turqi, na i përdormi këto logat e këtyre produkteve, edhe në qoftë se dikujt i intereson një produkt, na jemi ata ambasadorët e parë që i kontaktojmë me prodhimet e Kosovës. Qëllimi jonë ka qenë vetëm se më dhon një shansë, na vetë si biznes jemi në një familje të suksesshëm aty ku jetomi, e tash na vetëm e kemi zgjatë dorën mundësitë për më dhon raste edhe Kosovës, për shkak që ndihemi me bo një punë të mirë për shtetin tonë. Në këtë pikë, në qoftë se më ngacmon, nuk kisha pas qef me bo shumë kritika, po mu me thonë jo, kjo është vetë financume, keq ka shini këto është financume nga sponsor tonë, edhe nga shumica nga ne, është iniciativë jo vetëm me pare, po edhe me kohë, edhe me mund, edhe me shumë sakrifisa, se na gjithë të që jemi këto kemi lënë dikun biznise që na kushton për me artu, për me bo biznise. Në qoftë se është një kritikë momentale, po ta them kështu lirisht. Derisa ka kësine panajire, mediat i dalin shumë mirë edhe vetëm këtu ngelet. Këtu qeveria vinë ose vinë edhe këtu ngelet, nuk na ndihmojnë masane juve, se na jemi të ndihmuar ashtu kështu prej financimit tonë, mbi bizniseve tona, na mundohemi që shteti apo qeveria është një urë lyse që na ndihmon. Që po jap një ekskluzive për televizionin juve, unë që 4-5 vite edhe para disa kohë kam propozu një warehouse apo një showroom në Londër, që më vjen se çdo vit me qenë, unë për një vit ja kam ofruar, që çdo produkt që puna këtu me qenë, ti vetë që thën telefon edhe ki showroom në Londër, produktet. S'ki nevojë me qenë ti, produktin e ki në Londër për një vit me një shumë modeste, veç për mi bë pagesat, edhe nuk kum has vesh shurdhun. Tash ky propozimi im ndoshta do të kaloj me ndihmën e bizniseve. A di çfarë është puna? Nëse produkti, kosto e produktit është më e vogël se sa kosto që ata e blejnë, ndikun jashtë është shumë të interesuar ka. Vetëm se ata nuk mundën me ardh direkt me qeveria apo me njerëz taksuar pa ndihmën tonë, se na jemi ambasador tyve. Na i garantojmë atyve për një produkt që do na vepru prej tamam shama prej Prishtinës apo prej Kosovës dikon me shku atje, na besojnë neve. Nuk mirë me se ende s'ka vri Kosova në çato standarde që mi ofru një garanci që nëse një produkt vjen, është jo i rregull, i papagum ose ka një të keqe, mi garantu. Momentalisht na kalon me një fazë shumë të vështirë. Mirë po, çka është më e mira e gjitha kësaj është se shteti globi po kalon me një krizë ekonomike mes Amerikës dhe Kinës. Kosova në këto kriza na duhet me qenë vigjilent, me pas mundësi mi shfryzu, se kur në çdo kriza na mund me funksionu, se kur produktet shumica produkteve në Evropë ka mungesë produkteve, na dalim pa.
edhe qeveria apo bizniset me ndihmën e njëri tjetrit kanë mundësi me bëj këto. Shumica atyre kanë nevojë se biznesmena nuk kanë kohë shumë të lirë për të kallëzën në një, në dy, shumica atyre financimet apo para që i harxojnë patueshmëri, se ka më të sigurt me kthim mbrapa, ndërsa ka interesim se profiti është vetëm më i madh në biznes, se son patueshmëri, nuk kanë informata. Edhe nuk kemi edhe na, edhe unë një nga ta jam unë që s'kam informata. Po flasim në kohë, mbrapa, për 2016, ne kemi pas shumë zona industriale që janë thirrur në Prishtinë, rreth në Prishtinës apo në Lipjana, ku janë folë që do na afrojnë neve, po de facto de jure nuk ka ndodhur asnjëherë që me thonë për shembull një zonë XY është e Britanisë apo është e rrjetit bizneseve, ju garantojmë 100 vjet, edhe na me pas ato nuk ka ndodhur. Po shpresoj, mos jam shumë negativ. Dëgjoj, nuk ka thonë ashtu, se në rrjetin e bizneseve, në unionin e bizneseve, na jemi shumica biznesmena, edhe nëse ata që e keq përdorin këto, na mundohemi mi largu, se është më lehtë në biznes se në politik, kur hin e ki vështirë me hek, në biznes e ki lehtë me hek. Mi po, nuk na ka dhënë një rast i tillë, mi po, jemi shumë shtet i vogël, 1.6 milion. Unë ku jetoj në Londër, mund me thonë ideja është me produkte o me eksportu jashtë. Shumë e vërtet. Nëse nga 4 pikat e shtetit, baza e shtetit është prodhimi. Pa prodhim s'ka shtet, edhe pa eksporti më i mirë kishte me qenë mes neve. Na jemi ambasador më të mirë se e dina që na mungon, edhe mund na ndihmu shumë. Po s'kemi ende asnjë në nivele që po mundohemi me biznese private, po kemi iniciativa dritare, dyr, prodhime private kanë pas sukses, super sukses me kuzhina, po ato janë individuale. Po kështu realisht ende s'ka pasur ndonjë diçka të madhe.